edhe rritja e çmimit të naftës. Pra këtu mblidhet më me vështirësi ky bordi që vendos për çmimin e naftës në Shqipëri, se sa mblidhet ato që caktojnë çmimin për fuqinë në mbar botën. Pra është një paradoks shumë i madh. Pra të gjitha efektet këtu ndihen në mënyrë direkte. Dhe pastaj kjo sjell ato efekte zgjyrë të vështirësimit të jetës së familjeve shqiptare. Do të kemi parasysh po flasim për ato familje shqiptare që kanë mbetur. Pastaj për te shifrave Parruca, për te shifrave unë gjykoj, të paktën edhe nga ato informacione që ka nga kompanitë e mëdha të cilat vijnë të investojnë në Shqipëri apo duan të investojnë në Shqipëri, ato përllogarisin që në Shqipëri nuk ka më shumë se 1.7 milion banor. Kuptohet, kompanitë e huaja sa herë që vinë, flasim për kompanitë më sa herë që vinë për të investuar, për të hapur një biznes në Shqipëri, kanë informacion të saktë për numrin e popullsisë. Dhe këto sa 3K, so intereson për arsye financiare, dhe këto shifrat e Instatit janë pabesueshme edhe për vetë kohën e gjatë që i mori Instatit për të publikuar një census. Pra, këto janë vetëm të javë. Paralelisht të javë ne patëm edhe një summit diaspore. Paradoksi është që në 12 vite apo 13 vite qeverinë ne kemi bërë 4 summite diaspore, ndërkohë që me Aleksandr Vučić ne kemi bërë 8 summite. Në 3 vite, nga 2019 po themi deri në 2022. Por ato 8 summite me Aleksandr Vučić na prodhuan një Open Balkan, që fundosi ekonominë e fermerëve shqiptar, edhe blegtorinë e fermerëve shqiptar, fuqizoi jashtëzakonisht shumë ekonominë edhe blegtorinë e fermerëve serb, edhe mbi gjitha dobësoi edhe rolin e Kosovës. Ndërkohë që këto samitet e diasporës nuk kanë prodhuar asgjë, dhe i vetmi arritje që mund të jetë nga këto është që është përmirësuar struktura elektorale e partisë në pushtet sa i përket databazës së të dhënave se ku janë shqiptarët, çfarë vendesh janë, bindjet e tyre. Pra, kanë shfrytzuar këto samite e diasporës për të krijuar një databazë edhe më të mirë dhe pastaj për të ndikuar dhe ajo që ishte vota diasporës. Pra këto janë zhvillime nga hëna deri në këtë premte, në 5 ditë. Tani përballë këtyre zhvillimeve pyetja që shtrota kanë arsye qytetarë shqiptarë që protestojnë. Patjetër, ne jemi një media informative, jemi ndër ato të paktat media që po themi çdo ditë jemi në terren pranë qytetarëve dhe jemi në terren në gjithë territorin shqiptar. Dhe problemet ekonomike dhe problemet sociale janë kryefjalë e punës tonë përditshme. Pra çdo ditë nga ora 10, po themi, deri në orën 18 apo deri në orën 19, syri televizion është në dispozicion qytetarëve. Nis edhe më herët me ato që është emisioni i mëngjesit ku shprehin shqetësimet e tyre, por të gjitha kronikat tona, të gjitha materialet tona janë të dedikuara kryesisht tek shqetësimet. Pra ne nuk numërojmë dot turist, për shkak se nuk e kemi luksin, nuk e kemi kapacitetet dhe nuk e kemi kohën. Ne detyrohemi numërojmë hallet e qytetarëve. Dhe përballë kësaj panorame, unë gjykoj që ka shumë arsye që sot qytetarët jenë shesh. Pastaj në Shqipëri ajo që ndodh është politike Parruca. Pra vjedhja ndodh me vullnet politik, nuk ndodh rastësisht. Kuptohet që edhe kundërshtia pastaj do jetë në përpavi politike, se un kam parë protesta që thirrën edhe nga aktivistët për të mos folur këtu për faktin për shoqërinë civile që për fat keq është asfiksuar, pra me përjashtime shumë vogla të 2 apo 3 aktivistëve, pra me emra të veçantë, por në tërësi si shoqëri civile ne kemi vite që punojmë gazetari dhe ne i njohim shumë mirë personalisht, disa prej tyre dhe ne e dim se sa aktiv kanë qenë, po themi deri në 2013 dhe se sa pasiv janë dekatë e fundit. Pa folur faktin që një pjesë e mirë e tyre janë në përborde dhe nuk e ngrenë më zërin. Dhe vetmi mekanizëm që kanë ngelur për të ftuar shqiptarët është opozita, se u thirrën protesta për çmimin e naftës, u thirrën protesta për çmimin e ushqimeve, u thirrën protesta për çmimin e qerave, por nuk doli njëri. Pse? Jo se janë të pabesueshëm, por nuk kanë profil për thirrur qytetarë, pse se nuk kanë pasur angazhim konsistent. Dhe protestat e opozitës janë një mundësi e mirë edhe për shoqërinë civile, janë një mundësi e mirë edhe për çdo që mendon ndryshe, nuk ke pse të shkosh na të shesh për bindje politike. Ti mund të kesh bindje politike të majta, mund të kesh bindje politike qendrës, po në fund ditës aty po dalin qytetarë. Tani në këtë vend ka 10 majtë djallë që janë të pakënaqur. Tani nuk e di a do jetë sot, po themi Elisa Spiropalja mund t'i bashkohet asaj proteste, nëse do bëja një ndërhyrje, se është ky një tjetër lajm i kësaj jave që na tregon se pse ne